Labinoti ulet pran Albës në obor, aty ku ajo po pinte kafen dhe po shijonte pak qetësi pas gjithë debateve të ditës. Ai afrohet me një buzëqeshje ironike, sikur ka diçka sekrete për t'i thënë. Alba e vëren menjëherë energjinë e tij dhe qesh lehtë, duke pritur që ai të fillojë bisedën. Alba, thot Labinoti me ton serioz, por me një nënqeshje të fshehur, shikoje mirë këtë shtëpi. Për 3 javë, unë do ta eliminoj Edin. Do ta shohësh vetë. Alba nuk e mban dot veten dhe shpërthen në të qeshura, duke e parë drejt në sy si për t'u siguruar që ai e ka seriozisht, apo flet me mend? I thot ajo me shaka. Ti? Me plan kundër Edit? Hajde. Tregom si e paske menduar këtë. Labinoti ngre vetullat, i bindur në fjalët e veta. Po, moj, po, vazhdon ai. Do t'i vendos gjithë banorët kundër ti. Do i tregoj të gjithëve se ai nuk është aq i fortë sa duken. 3 javë. Dhe ai del, Alba vazhdon të qesh edhe më fort, tashmë e intriguar dhe e habitur nga besimi që ai ka te vetja. O Labi, ti je i çmendur, i thot duke tundur kokën. S'di nëse e besoj, por më pëlqen si flet me aq siguri. Se dia do ja dalësh, por shqyqyr që na bën me qesh. Labinoti e merr me sportivitet, por vazhdon kokëfortësinë e tij, shikoje dhe mbaje mend çfarë të thash. Unë jam serioz. Brenda 3 javëve, Edi do jetë jashtë. S'ka shans të rri i gjallë. Alba pushon së qeshuri për një moment, e sheh me një buzëqeshje të gjerë dhe i thot, po mirë, shoku, suksese. Nëse ja del, unë po të jap çmimin e lojtarit të vitit. Ata të dy vazhdojnë bisedën mes të qeshurave, dhe për një moment tensionet e shtëpisë duken larg, ndërsa Labinoti vazhdon planet e tij dhe Alba e shijon situatën me humor.